Një qytetar nga Shkodra ka denoncuar kushtet e papranueshme higjieno-sanitare në një nga dhomat e Spitalit Infektiv të Shkodrës. Përmes një videoje të dërguar në redaksin ton, qytetari ka dokumentuar gjendjen e rëndë të shtretërve të pacientëve. Në pamjet e siguruara, dyshekët e shtretërve janë të papastër dhe të pandëruar, me njolla të dukshme që sipas qytetarit duken si gjurmë gjaku dhe papastërti të tjera. Kjo situatë është veçanërisht alarmante, duke qenë se bëhet fjalë për një spital infektiv ku standardet e higjienës duhet të jenë të një niveli të lartë për të parandaluar përhapjen e infeksioneve. Me sa duket, në Spitalin Infektiv të Shkodrës, pacientët jo vetëm që nuk mund të shërohen, por edhe mund të marrin infeksione shtesë si dhuratë nga kushtet e mrekullueshme higjienike. Denoncimi i qytetarit ngresh shqetësime serioze mbi cilësinë e shërbimit shëndetësor dhe kujdesin ndaj pacientëve në këtë institucion. Autoritetet përkatëse duhet të marrin masa urgjente për të adresuar këto kushte skandaloze dhe për të garantuar një mjedis të sigurt dhe të pastër për pacientët.